Përshëndetje të Apollon. Unë quhem Marian Balla nga fshati i Fierit. Kam një problem shumë të madh ndaj ish bashkëshortes time dhe fëmijëve të mi. Ish bashkëshortja ime më ka marrë fëmijët se kemi jetuar në Greqi. Në momentin që kemi qenë në Greqi më ka marrë fëmijët kundraband dhe i ka kaluar në Shqipëri. Edhe mi mban peng. Kurse unë kam ardhur nga Greqia në Shqipëri prap kontraband dhe kam ardhur në komisariatin e Fierit ka bërë derancim. Në momentin që kam bërë denancimin, nuk është marrë asgjë për bazë. Nuk është marrë asgjë për bazë se shefi komisariatit Fierit më ka injoruar. Më ka ofenduar në maksimum. Dhe fëmijët e mi sot kanë 4 vjet e gjysmë që janë larguar prej meje. Dhe nuk di se ku janë. Në momentin që unë kam ardhur, kam bërë denancim në Fier, më kanë thënë merr informacione se ku ndodhen, se ku bëhen. I kam marrë informacionet e plota se ku janë. Ja kam dorëzuar në komisariat. I kam dorëzuar video, audio, çdo gjë, me vlerë që i kam dorëzuar në komisariat, ata s'kan marrë asgjë për bazë. Dhe në momentin që ata s'kan marrë për bazë dhe më kanë akuzuar mua që ku i ke gjetur ti këto video dhe ku i ke gjetur ti këto audio. Nëse iko ky muhabet. Tani dua nga ju si media, ta bëni mediatike këtë pjesë, se sot çështja ime është në gjykatën e Fierit. Ka 4 vjet në gjykatën e Fierit. Në 4 vite nuk është bërë asgjë. As është ndaluar zonja, as është marrë asnjëri në pyetje, as nuk është thirrur asnjëri në pjesëtarët e familjes së saj, as nuk është gjendur zonja se ku ndodhet. As nuk janë gjetur fëmijët e mi se ku janë. Unë fëmijët e mi sot i di se ku janë. I di se ku janë, po i bëj thirrje shtetit. Po i bëj thirrje shtetit edhe një herë, po i bëj thirrje shtetit se do ndodhi siç ndodhi ajo vrasja në tani. Sepse se unë për fëmijët e mi nuk le asnjë të më shkeli. Ka vajtë thika atje ku s'man me. Ka vajtë thika atje ku s'man me. Se pagua, çfarë do shteti shqiptar, unë i kam paguar dhe i kam me fakte. Çdo gjë i kam paguar, i kam dërguar me fatura. Sa do gjykata 1000 euro, 2000 euro ja kam dërguar. Sa do kjo i kam çdo gjë i kam me avokat dhe çdo gjë i kam me apothikës. Shtetit shqiptar i bëj thirrje kaq, policisë shtetit. Policia e shtetit vepro sa më shpejt e kjo pjesë. Vepro sa më shpejt e kjo pjesë sa s'ka ndodhur gjë, se unë po ja u deklaroj, e kam deklaruar dhe aty. Kur kam marrë tek ju dhe ju më keni injoruar. Po u them që merrni masa te këta fëmijë, merrni masa te kjo zonjë që i mban peng, merrni masa, se nëse juve nuk do merrni masa, unë do i marr masat vetë, se jam i zoti që i marr vetë. Ju faleminderit, u bëj thirrje edhe një herë, thirrja e fundit që bëj. U bëj thirrje që të ndalohet as zonja e të hiqet kujdesaria asaj zonje që mi mban peng ata fëmijë dhe fëmijët e mi dalin 2 drekës 2 natës në vend të plazhi vjetër në Vlorë. I torturojnë ata fëmijët se ka mendet bredhja ajo me rrugësh të saj. Ju lutem. Këtë e dua që ta bëni mediatike. Edhe policisë shtetit. Shumë faleminderit.